për nanë, kur e kam një rast kur një nanë e ka rrit vajzën e vet, një vajzë e ka nda burrit, kjo bën kurban i vajzës. Tash vajza e ka bërë 13 vjet, më shkrujti një ditë ose ma dërgoj vojs të qa, nana tha hoq tha, sot tha qika ka marrë diçka edhe më ka ra. Pse? Hajtë ti që më përzish, unë e kam jetën teme. Tha, unë tha shkatrova vetën me rujtë që qiku bana kurban, ajo tha mra. E tash 13 vjet i bjerë një herë, kur t'i bën 23 vjet i bjerë 10 herë. Edhe tash të vjen momenti që të demoralizohesh, është e kufizuar në mua. Nuk ta jep mundsinë se ti çysh ki me mri deri te. Te ajo me kështu, më thonë, mas për Zot Zotit e ka hup nana jetën e vet, rinin e saj, ka nejt faqebardh, ka rrit ti tash me 13 vjet. Prandaj për mos mu zhgënjy të tjerët që i kanë hala të vegjël, i themi që sa ma herët me pas kujdes. Nuk po thojmë thash po përsëris me i mbyll ose me i ndalu, por me i kontrollu edhe me ju qasim, me i rregullu fëmijët, me i bën një personalitet largpams të kujdesshëm, që ata me ditë se çka bën, çka s'bën, mu vetdisu, me di që Allahu xhaleshanu i sheh çdo kund, besimin Zot me rregullu, që ai pastaj kur ta shehni diçka që s'bën e largon, nuk merret me ta. Spaku e ka një ndërgjegjen e vet, një senzor i cili thotë ka dalë se ç'kjo s'është në rregull.